do të përballet me probleme të mëdha nëse tërhiqet nga marrëveshja e mineraleve me SBA, ka qenë ky kërcënimi i presidentit Donald Trump ndaj homologut Ukrainas, Volodymyr Zelensky, mëngjesin e kësaj të hënë. Nëse ai e bën këtë, ai do të ketë disa probleme të mëdha. Ne bën një marrëveshje për tokat me minerale, dhe tani ai po thotë, e po ju e dini, unë dua të rinegocioj marrëveshjen, u shpreh Trump. Megjithatë, Trump tha para gazetarëve se midis Zelensky dhe Putin ekziston një urrëtie jashtëzakonshme, tregues ky se negociatat mund të mos prodhojnë përfundimin e shpejtë që ai premtoi gjatë fushatës. Javën e kaluar dogjën raporte se Trump po shtynte për më shumë në marrëveshjen e mineraleve. Sipas mediave të huaja, marrëveshja e re nuk i jep Ukrainës asnjë garanci sigurie në të ardhmen, me kërkesë kyçe për Kievin, por kërkon që ajo të futë në një fond të përbashkët investimi të gjitha të ardhurat nga përdorimi i burimeve natyrore të menaxhuara në të gjithë vendin. Këto kushte shkojnë për te propozimit të diskutuar përpara takimit në zyrën ovale muajin e kaluar midis Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit.